Ministria e Brendshme ka njoftuar se brenda 3 ditëve mund të pajisemi me kartë identiteti, nga 14 ditë që ishte më parë, nga kompania shtetërore e prodhimit të dokumenteve biometrike Identity Tech. Sipas ministrisë, me këtë shërbim të ri qytetarët shqiptar, përmes një pagese prej 3.000 lekësh, mund të pajisen me letër njoftimi elektronik brenda 3 ditësh. Shërbimi është krijuar për të lehtësuar dhe përshpejtuar procesin e aplikimit, duke u ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë nevojë urgjente për dokumentin e tyre të identifikimit. Procedura e përshpejtuar është veçanërisht e dobishme për emigrantët, të cilët qëndrojnë për pak ditë në Shqipëri, si dhe për të gjithë ata që kanë nevojë të marrin shpejt kartën e tyre të identitetit, qoftë për arsye personale, profesionale apo administrative. Por si mund të aplikojnë qytetarët për të marrë këtë shërbim? Blihet kuponi me procedurë të përshpejtuar. Merrni me vete dokumentin e vjetër ose vetë deklarimin e humbjes ose vjedhjes nga e-Albania. Bëni aplikimin në një nga zyrat e Identity Tech, tërhiqni kartën e re, po aty ku keni bërë aplikimin.